Qeveria e Maqedonisë kalon draft ligjin për përdorimin e gjuhëve, pritet të dërgohet në kuvend pas pushimeve. As ligji i ri për përdorimin e gjuhëve nuk është reflektimi i premtimeve të BDI-s, nuk zbatohet as deklarata e përbashkët e partive shqiptare. Në mesin e temperaturave tropikale, qytetarët e Tetovës përballen me mungesë të ujit të pishëm. Vazhdon djegja masive e pyjeve në Maqedoni, akoma shumë zjarre aktive. Përshëndetje. Qeveria e Maqedonisë kaloi mbrëm draft ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili së shpejti duhet të hyjë edhe në procedurë parlamentare. Kryeministri Zaev sot tha se me këtë ligj avancohet përdorimi i gjuhës, të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të vendit, ndërsa konfirmoi se pakoja e ligjit do të dërgohet në Komisionin e Venedikut. Zëvendës kryeministri Asbilika nga ana tjetër tha se pret që edhe kuvendi të reflektojë dhe të miratojë ligjin sa më shpejt. Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të 20 ka miratuar ligjin për përdorimin e gjuhëve që del nga harmonizimi i programit kombëtar me rezolutat e BE-s. Në versionin e miratuar, parashihet dëgjuesi në uniformat e policisë, zjarfiksëve dhe të punësuarve në sektorin e shëndetësisë, vetëm në komunat me mbi 20% banor shqiptar, si dhe në qytetin e Shkupit. Por dëgjuesia nuk do të përdoret në uniformat e armatës. Megjithatë, në këtë ligj nuk përmendet gjuha shqipe. Ajo vetëm kualifikohet si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% e qytetarëve. Kryeministri Zoran Zaev tha se me këtë ligj përparohet përdorimi i gjuhëve të gjitha bashkësive dhe se të gjitha dispozitat në vendimin ligjor janë në pajtueshmëri me nenin 5 të Kushtetutës. Со законот ја унапредуваме употребата на езиците на сите заедници. Me ligjin do zgjerohet përdorimi i gjuhës zyrtare të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve, që do të thotë se nëpër institucione qytetarët do të flasin në gjuhën e vet. Paketën e dërgojmë për miratim në parlament dhe më pas, kur miratohet, e dërgojmë në Komisionin e Venedikut. Ndërkaq, zëvendës kryeministri për sistem politik Hasbilika tha se ky ligj përmbush nevojat e të gjitha komuniteteve. Ai pret që parlamenti dhe deputetët të reflektojnë me qëllim të realizimit të këtij ligji. Ligji përmbush të gjitha nevojat e komuniteteve, pa cenuar të drejtat e njëri tjetrit, dhe presim që parlamenti dhe deputetët të reflektojnë në këtë ligj, pasi jemi përpjekur në të gjitha aspektet të mbrojmë të gjitha dokumentet kryesore të shtetit dhe të gjejmë mundësinë e realizimit të këtij ligji. Ndryshe, ligji në fjalë mes tjerash nuk parashikon përdorimin e gjuhës shqipe as në banknota dhe monedha, por vetëm simbole kulturore që janë me rëndësi edhe për shqiptarët. As ligji i ri për përdorimin e gjuhëve nuk korespondon me premtimet e BDI-s. Kjo parti pati premtuar përdorimin e gjuhës shqipe edhe në banknota dhe monedha, gjë që nuk parashikohet me ligjin ri. Gjithashtu uniformat e ushtrisë nuk do të jenë në dy gjuhë. Draft ligji është në kundërshtim edhe me deklaratën e përbashkët të partive shqiptare, e cila është firmosur nga BDI dhe Alianca për Shqiptarët. Kjo deklaratë zotohet që të përmendet institucionalisht gjuha shqipe, ndërsa edhe ndryshimet e reja të ligjit nuk e rregullojnë gjuhën shqipe në këtë mënyrë, por vetëm si gjuhë që e flasin 20% e qytetarëve të Maqedonisë. Premtimet e BDI-s për përdorimin e gjuhës shqipe nuk do të realizohen tërësisht as me ligjin e ri për përdorimin e gjuhëve, i cili ka kaluar mbrëm në qeveri. Bashkimi Demokratik për Integrim pati premtuar përdorimin e shqipes në të gjitha institucionet dhe madje edhe në uniformat e policisë dhe ushtrisë, si dhe tek banknotat. Sipas nenit 8 këtij ligji, edhe banknotat, edhe monedhat e faktuara do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Edhe në polici, edhe në uniformat e policisë në qytetin e Shkupit dhe në komunat ku shqiptarët janë 20%, uniformat e policisë do jenë në dy gjuhë. Kartmonedhat dhe monedhat si dhe kartat postale do të përmbajnë simbole që përfaqësojnë trashëgimi kulturore për qytetarët të cilët flasin gjuhë maqedonase dhe përdorin alfabetin e saj cirilik dhe gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e saj. Por BDI është zotuar për Shqipen edhe në deklaratën e përbashkët të partive shqiptare, që në pikën e parë të deklaratës së përbashkët të partive shqiptare, ku nënshkruese janë dy partitë në qeveri, BDI dhe Alianca për Shqiptarët, theksohet nevoja për barazinë e gjuhës shqipe me atë maqedonase.
Arritja e barazisë plot gjuhësore, përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e qeverisjes dhe garantimi i përdorimit të saj si e drejtë themelore dhe kushtetuese. Kushtetuta e Maqedonisë duhet të përcaktojë se gjuha maqedonase me alfabetin e saj cirilik dhe gjuha shqipe me alfabetin e saj janë gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. As ky zotimi deklaratës së përbashkët të nënshkruar nga partnerët qeverisës BDI dhe Aleanca për Shqiptarët nuk do të realizohet me ligjin e ri për përdorimin e gjuhëve. Ky ligj nuk rregullon konkretisht përdorimin e shqipes, por përdorimin e gjuhës që e flasin 20% e qytetarëve të Maqedonisë, duke mos e përmendur gjuhën shqipe. Në të gjitha organet e pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjensitë, drejtoritë, organizata dhe ente, komisione, persona juridik që kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucione tjera, gjuhë zyrtare përveç gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj, është edhe alfabeti dhe gjuha që flasin 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, në mënyrën e përcaktuar me këtë ligj. Ndër ndryshimet e tjera që sjell draft ligji është lejimi i ministrave të qeverisë që në seancat qeveritare të flasin gjuhën që flitet nga të paktën 20% e qytetarëve të vendit. Propozimi ligji për gjuhën shqipe është shumë larg nga vullneti i qytetarëve të shprehur në zgjedhjet e fundit parlamentare, kështu vlerëson gazetari Sen Saliu. Ai thotë se politikanët kanë harruar premtimet e fushatës zgjedhore për gjuhën shqipe. Sipas tij, ky është një rast i artë për zgjidhjen e zyrtarizimit të shqipes, ndërsa mos zyrtarizimi i saj nuk ka sqarim logjik. Ta ndjekim bisedën e plot të gazetarës Enur Bavqari me gazetarin dhe analistin Sen Saliu. Mendoj se sa i përket shqiptarëve është larg, shumë larg përmbushjes nevojave të tyre. Mendoj se është ky propozim ligj, ashtu siç ka kaluar në qeveri, është shumë larg edhe nga vullneti që e shprehen shqiptarët në zgjedhjet e fundit parlamentare, domethënë u shkel vullneti atyve 150.000 ose 170.000 shqiptarëve që votuan për ndërprerje të politikave të derathershme që gjuhën shqipe trajtonin si 20% dhe që u përcaktuan qartë për zyrtarizim të gjuhës shqipe. Po vërehet qartë se edhe shumë politikanë që para zgjedhjeve premtonin se kësaj radhe përfundimisht do zyrtarizohet gjuha shqipe, i kanë harruar fjalët e tyre edhe politikanë që thonin se nëse nuk zyrtarizohet gjuha shqipe, do të formojmë parlament paralel, do të formojmë shtet paralel, vërehet se edhe ata i kanë harruar fjalët e tyre. Është e çuditshme sjellja e atyre politikanëve kundër vullnetit të votuesve të tyre. Këtu kemi edhe deklaratën e shqiptarëve, e partive shqiptare të cilët kanë kërkuar që të konkretizohet gjuha shqipe si gjuhë tjetër zyrtare në Republikën e Maqedonisë, ndërkohë që në këtë propozim ligj vazhdon të qëndrojë prap komuniteti shqiptar apo gjuha e komunitetit shqiptar si gjuhë që e flasin mbi 20% të qytetarëve. Si e komentoni këtë? Mendoni se do të rregullohet kjo apo a ka ndonjë rrugdalje? Mendoj se nuk ka as vend as nevojë për ndonjë koment më tepër, për ndonjë koment zgjeruar. Qytetarë shqiptar mendoj se e kanë të qartë se është shkelur vullneti i tyre, se nuk janë përmbushur as premtimet minimale që u dhanë para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, para formimit të qeverisë për gjuhën shqipe, dhe mendoj se ata do dinë ta thonë fjalën e tyre kundër këtij propozim ligje. Mendoj se tani mbetet edhe opozitës shqiptare të marrë pjesën e përgjegjësisë së saj, fillimisht përmes amendamenteve në kuvend të propozojnë ndryshim të këtij ligji, po nëse ajo nuk kalon, atëherë dihet se ka edhe forma tjera demokratike se si mund të pengohen zgjidhje të dëmshme. Është irituese edhe qesharake njëkohësisht edhe tendenca për t'i bindur shqiptarët se kjo është maksimumi që mund të bëhet, është një tendencë sipas meje për t'i bindur shqiptarët se Maqedonia është shteti i maqedonasve dhe se ne duhet të pranojmë aq sa na jepet
madje edhe duhet të jemi të gëzuar, sepse në disa uniforma do të qëndrojë gjuha shqipe, në disa jo, në banknota do të jenë vetëm simbolet shqiptare. Do të thonë, varehet qartë se ka politikan, ka parti politike që nuk e kanë kuptuar porosinë e votuesve shqiptar në zgjedhjet e fundit, që ishte porosi e qartë për ndryshime dhe për ndërprerje të praktikës që shqiptarët të kënaqen me zgjidhje gjysmake, me zgjidhje të cunguara, dhe madje edhe të jenë falenderues. Do të thonë, ju me siguri keni varejt prej mbram, prej kur kaloi ligji, edhe tendencat për të lavdëruar me këtë ligj. Do të thonë, në vend që të dilet, të japet sqarim, të kërkohet falje. Do të thonë, ne nuk arritëm të bëjmë këtë, nuk patëm fuqi, tërhiqemi, japim tërhiqje. Do të thonë, ka edhe tendenca për të lavdëruar. Kjo është nënçmuese për shqiptarët, mirë po mendoj se ata politikanë do të marrin përgjigje nga popullata shqiptare në zgjedhje, përgjigje shumë qartë. Ndonse edhe sot ka vazhduar debati në kuvend për rishikimin e buxhetit, interesimi i deputetëve ishte dukshëm më i ulët. Me një sallë gjysmë të zbrazët, deputetët gjenin mënyra interesante për argëtim, duke kundërshtuar njëri tjetrin me tabela me mbishkrime. Debati mori në intensitet pas fjalimit të deputetes Keti Smilevska nga radhët e LSDM-s, e cila numëroi shkurtimet e para duke nxitur deputetët e vëmëllot e përmanes ti kundër përgjigjen. Ka vazhduar edhe sot debati në kuvend për rishikimin e buxhetit me interesim dukshëm më të ulët, me sallën e cila ishte gjysmë e zbrazët. Gjatë fjalimeve të deputetëve, përmendeshin edhe tema tjera aktuale për pos rishikimit të buxhetit, por deputetët argëtoheshin edhe me tabela me mbishkrime. Debati mori në intensitet pas fjalimit të deputetes nga radhët e LSDM-s Keti Smilevska, e cila mes tjerash numëroi shkurtime që parashihen me rishikimin e buxhetit, të cilat sipas saj janë harxhime jo produktive. Ajo përmendi shkurtime që bëhen nga buxheti për kryeministrin, për kulturë, për infrastrukturë, por edhe për tërheqjen e investimeve të huaja. Ndaj fjalimit të Smilevskës, që vjen nga qyteti i Prilepit, reaguan më shumë deputet të VMRO-DPM-s, në mesin e të cilëve edhe Vladimir Gjorçev, i cili numëroi më shumë fabrika që janë hapur gjatë qeverisjes së VMRO-DPM-s. Кажете една фабрика, една, единствена. Më tregoni një fabrikë të vetme, vetëm një, të cilën e ka ndërtuar cila do qovë qeverinë në Prilep, përfshirë edhe këtë. Nuk ka asnjë të vetme për 27 vite me radhë. Qeveria më parshme me VMRO-DPM dhe Nikola Gruevskin ndërtoi fabrikën Genter, aty punojnë 1200 bashkëqytetarë tuaj. A ju pengon kjo? Doni që t'i lini ata në shtëpi? Aty duhet gjithsej të punësohen 3000 punëtorë. Gjorçev theksoi se kryetari i VMRO-DPM-s Nikola Gruevski, edhe tani kur është në opozit, ishte i pranishëm në hedhjen e gurthemelit për hapjen e një fabrike të re. Ndaj kësaj, reagoi deputetja Smilevska nga radhët e LSDM-s, duke thënë se Gruevski më shumë preferon të jeti pranishëm në përhedhjen e gurthemeleve se sa të merret me problemet reale të punëtorëve. Për këtë ai nuk ka guzim që të ballafaqohet me të punësuarit e atyre fabrikave, për shkak se ata nënshkruajnë kontrata me një vlerë ndërsa marrin rroga me vlerë tjetër, pra në mënyrë jo reale u shpaguhet mundi. Për të mos qenë kjo kështu, kjo qeveri ka paraparë subvencionimin e kompanive të vogla dhe të mesme në vlerë prej 135 milion denarve. Debati për rishikimin e buxhetit në kuvend do të vazhdojë edhe nesër, kur edhe duhet të hedhet në votim. Një pjesë e madhe e qytetit të Tetovës po përballet me problemin e ujit të pishëm. Banorët e këtij qyteti thonë se me këtë problematik po përballen një periudhë shumë të gjatë, ata shprehen se janë të revoltuar me organet kompetente në këtë qytet, pasi edhe pse kanë premtuar shumë, deri më tani problemi nuk ka gjetur zgjidhje. Ndërkohë nga ndërmarrja për ujësjellës fajin për mungesë të ujit u hedhin qytetarëve, pasi sipas tyre qytetarët e keq përdorin ujin dhe kjo i detyron ata që të ndërpresin ujin në periudha të caktuara. Temperaturat e larta të cilat ditëve të fundit kanë arritur fazën portokalli, kanë gjetur qytetin e Tetovës pa ujë të pishëm. Një pjesë e madhe e këtij qyteti
Tashmë një periudhë të gjatë ballafaqohet me problemin e ujësjellësit. Këtë e konfirmojnë edhe banorët, të cilët thonë se problemi me ujin është shumë vjeçar. Problem ka gjithmonë, ka patë edhe ka, po. Po ujë s'kena hiq, jo po ndalet. Hiq nuk kena. Une për vete, une nuk kom që 3 muj. Fakturat këtë i paguajmë, ama s'ka, ujë nuk ka. Jo ne, qytetit e to s'ka. Të përballur me këtë situatë, banorët janë të detyruar që në këto temperatura të larta të ecin me kilometra për të furnizuar me ujë në përburimet, ndërsa në lidhje me këtë çështje, ata akuzojnë autoritetet për të cilët të thonë se nuk kanë punuar për të zgjidhur këtë problematik dhe as për të realizuar premtimet e dhëna. 10 tendera, krimi madh, komuna bankrot. Hala e shkojnë me avazin e vjetër. Kujt janë kosh, kuj? Ku të janë kosh? S'ka shtetë këtu. Zonja Arifi nuk mirët me komunë. Mirët me punë kota, presëm të hekëm për të të ove. Asë një reform nuk o banë të të ove. Nuk vetëm ujtë. Ndërmarja publike të të ove, JKP duhet privatizohet minjerë. A më minjerë nuk duhet. Ati ka njerës nuk dihet e në kush punon, kush hane, kush pe. Foli si qytetara, dhonat i marën, i kërkojnë, me kanalizim, me uj, a asë një send nuk realizohet. 4 vjetë. Veç premtime, muhabete, kote. Kemi problem, kemi ujtin, kemi uj, ama me gjithë thejt me një vjepe ema. Thejt hecin në për agje, e lishëm livath, për livadhi hinë kaptash, për kaptash e vajnë. Sëllë për të lajt petka, e ne për të lajt dhe njësje. Për një gjithë pranverës që është. Uj mushimon për vecejat me shishe, që 5 vetë. Asë rrim s'ka që 5 vetë. 5 vetë kitë me dokumenta ina, kitë shpëjet me dokumenta. Haj, grab s'ki si bon, po Zajevi ka e Zajevi pësë na i bon. Na premtoj se të va bëj, rriman hiq për kumë se ka në la. Hiq kur që uj s'ka pajk hiq. Des njeri, me rane s'pes, s'ka uj. Ndërkohë nga ndërmarrja publike për ujësjellës janë arsyetuar se për shkak të keqpërdorimit të ujit nga ana e qytetarëve, janë detyruar që të vendosin masa për ndërprerjen e ujit në periudha të caktuara të ditës. Qyteti Tetovës furnizohet me ujë të pishëm me sasi prej 370 litra në sekond. Si rezultati i keq përdorimit të ujit për pije nga ana e qytetarëve dhe duke marrë parasysh temperaturat e larta që regjistron ditëve të fundit, kemi restrikcion prej disa orësh edhe atë nga ora 12:30 deri në orën 3 të mëngjesit. NPK Tetov ju bën apel qytetarëve që në mënyrë racionale të bëjnë shfrytëzimin e ujit të pishëm, sepse vetëm kështu nuk do të paraqiten mungesat e sasisë së ujit në lagjet e epërme të qytetit. Gjithashtu ju informojmë se së shpejti do të lëshojmë në funksion linjën e re prej 200 litra në sekond, me çka do kemi sasi të mjaftueshme. Televizioni Shenja ka kërkuar qendrim zyrtare dhe nga komuna e Tetovës, nga e cila deri tani nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Prokuroria dhe Ministria e Brendshme vazhdojnë hetimet për trupin e Pajet të gjetur në Luboten të Shkupi. Trupi aktualisht është nënshtruar ekspertizave për të vërtetuar identitetin dhe rrethanat e vdekjes. Trupi u gjet i djegur në fshatin Luboten, ndërsa sipas informacioneve fillestare, autoritetet dyshojnë për vdekje të dhunshme. Ministria e Brendshme akoma nuk ka informacione rreth trupit të Pajet të gjetur në Luboten të Shkupit. Trupi Pajet, i cili u gjet i djegur, është dorëzuar për kryerjen e ekspertizave të nevojshme. Nga Ministria e Brendshme sot vetëm u përgjigjen shkurt se hetimi po vazhdon dhe nuk ka informacione të reja përveç njoftimit fillestar në buletinin policor një ditë më parë. Më 3 gusht 2017 në orën 23:30 në sektorin për raportim dhe komandim Shkup, është raportuar se në fshatin Luboten është ndezur një megje livadhi. Është dalë në vendin e ngjarjes, zjarri është fikur, ndërkaq në megje është gjetur një trup njeriu i djegur. Në vendin e ngjarjes ka dalë ekipi policor nga sektori për punë të brendshme Shkup, ndihma urgjente mjekësore dhe prokurori publik kujdestar nën urdhrin e të cilit trupi është dorëzuar për obduksion.
po punohet për zbardhjen e plotë të rastit. Ekspertizat që po kryhen duhet të vërtetojnë identitetin e trupit si dhe rrethanat e vdekjes në mungesë të dhënave zyrtare. Jo zyrtarisht mësohet se bëhet fjalë për trupin e një gruaje, ndërsa dyshohet se vdekja e saj ka ardhur në mënyrë të dhunshme. Trupi i djegur u gjet derisa autoritetet intervenuan për të shuar zjarrin në një lëndin në fshatin Luboten në afërsi të Shkupit. Informacionet fillestare thonë se djegja e këtij trualli nuk lidhet me zjarret në përpyje me të cilat po përballet vendi tashmë disa ditë. Sipas informacioneve nga Qendra për Menaxhim me Kriza, gjendja me zjarret në Maqedoni është alarmante dhe në shumë vende zjarret janë aktive dhe po përhapen. Në fshatin Mogil 4 shtëpi janë djegur tërësisht ndërsa një është dëmtuar pjesërisht. Gjithashtu sipas njoftimit të VN-s për shkak të zjarrit të madh në Bogomil, Oreshe, Papradisht si dhe në disa vende tjera, të gjithë konsumatorët të komunës së Çashkës do të mbesin pa energji elektrike një kohë të gjatë për shkak se janë djegur 11 shtylla elektrike. Zjarri në fshatin Oreshan të komunës së Zelenikovës është afruar tashmë edhe fshatit Vrezhall, ndërsa në malet e fshatit Moran flaket po përhapen vazhdimisht. Mod me diell dhe shumë i nxehtë do të mbizotroj edhe gjatë fundjavës në Maqedoni, ndërsa do të fryejë erë lehtë nga drejtime të ndryshme. Temperaturat e mëngjesit kanë lëvizur nga 10 deri në 20 gradë Celsius, ndërsa ajo e ditës nga 33 deri në 42 gradë Celsius. Mot i ngjashëm edhe në Shkup me temperaturat mëngjesit deri në 18, ndërsa ajo e ditës deri në 41 gradë Celsius. Ndryshe tërë territori i Maqedonisë nga dita e djeshme ndodhet në fazën e portokallt, ndërkaq sinoptikanët paralajmërojnë mot të ngjashëm edhe ditëve në vijim. Nga Ministria e Shëndetësisë rekomandojnë që të lirohen prej pune gratë shtatzëna dhe personat mbi moshën 60 vjeçare, ndërsa të gjithë personat e tjerë gjatë paraqitjes së çfarëdo problemi shëndetësor menjëherë të paraqiten tek mjeku i tyre am. Po ashtu punëdhënësve u rekomandohet që të organizojnë orarin e punës në drejtim të shmangjes aktiviteteve në qiell të hapur në periudhën prej orës 11 deri në ora 17, si dhe sigurimin e pushimit nën hije dhe lëngjeve të mjaftueshme çdo 2 orë. Vazhdojmë me lajmet. I nominuari nga koalicioni PAN për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se PAN-i ka fituar votat dhe është një dallim i madh i numrave mes të parit dhe të dytit dhe është e parakohshme të tentojë të formojë qeverinë vetëvendosje pa e provuar këtë së pari PAN-i. Haradinaj në një intervistë për televizionin publik ka thënë se ka qenë njeriu më i afërt i ish-presidentit historik Ibrahim Rugova dhe është mëse normale që vajza e tij Teuta Rugova të votojë atë dhe është jo normale presioni nga LDK që bëhet ndaj saj. Në lidhje me veprimin e vetëvendosjes dhe LDK-s për kryeparlamentarin, Haradinaj ka thënë se ka një realitet në Kosovë sa i përket kryeparlamentarit dhe këtë propozon vetëm PAN-i kurse bllokadën e ka quajtur tendencë. Nuk ka shumë alternativë. Kjo është një tendencë që të bllokojnë me kryeparlamentarin pasi e dinë që qeveria Haradinaj do formohet. Mos të mashtroj vetëvendosja për një qeveri pa PDK-n, sepse unë u jam ofruar atyre dhe shoqërisë civile me një ofertë të shkruar, por ata nuk e kanë dashur dhe kjo që po bën vetëvendosje është vetëm një mashtrim, ka thënë Haradinaj. Ai ka thënë se Kadri Vezeli është kandidati vetëm për kryetar të kuvendit, pasi është person serioz, ka përvojë, ka udhëheq kuvendin për një mandat dhe ka mësuar shumë gjëra. Haradinaj ka thënë se oferta e tyre për qytetarët ka qenë e qartë që Haradinaj do të jetë kryeministër e Veseli kryeparlamentar dhe për këtë kanë votuar qytetarët. Sikur të kishte fituar vetëvendosje për një deputet më shumë se ne, unë do të pranoja nga ta kandidaturën për kryeparlamentar dhe për formimin e qeverisë, ka thënë mesierësh Haradinaj, duke mos dashur të tregojë se sa vota i ka. Ai ka thënë se i ka votat e nevojshme sa për t'ia nisur punës si kryeministër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar zyrtarisht OKB-n se do të tërhiqen nga marrëveshja e Parisit për klimën, raporton Anadolu. Në një deklaratë nga Departamenti Amerikan i Shtetit thuhet se OKB-si është përcjellë zyrtarisht se vendi dëshiron të tërhiqet sa më shpejt të mundur nga marrëveshja e Parisit për klimën. Ndër tjera në deklaratë thuhet se presidenti amerikan Donald Trump është i hapur të rinegociojë marrëveshjen me kusht që siguron kushte më të favorshme për bizneset, punonjësit dhe taksapaguesit amerikan. Në deklaratë theksohet se SBA teksa ule medimet mbështet një politikë klimaterike të balancuar që rrit ekonominë dhe fuqizon sigurinë e energjisë. Gjithashtu bëhet e ditur se vendi do të marrë pjesë në konferencën e 23 të marrëveshjes së ndryshimeve dhe në negociatat e tjera ndërkombëtare. Presidenti Trump më 1 qershor të 2017 në një konferencë për media në Shtëpinë e Bardhë njoftoi se vendi i tij do të tërhiqej nga marrëveshja e Parisit të nënshkruar nga më shumë se 190 vende. Trump i cili mbron idenë e tij se marrëveshja nuk ka për qëllim luftën kundër ndryshimit të klimës
zemrës, por për t'i dhënë përparësi ekonomike vendeve të tjera kundër shëbave. Ai pretendon se marrëveshja ka shkaktuar një dëm në vlerë prej $3 trilion për ekonominë amerikane dhe një dëm në punësimin e 6.5 milion qytetarëve. Rrjedhjet e pandërprera të informacionit po bëjnë qeverinë amerikane nervoze. Tani ministri i drejtësisë Sessions tërhoqi frenin e alarmit. Ai tha se u tha gazetarëve pranë Washington se do t'i kundërvihet më me ashpërsi rrjedhës informatave konfidenciale të qeverisë. Gjithashtu tha se do ta luftojë me ashpërsi bërjen publike në media të dokumenteve të qeverisë dhe atyre të fsheta. Numri i marramendës i informacioneve që të rrjedhura minon aftësitë e qeverisë për të mbrojtur vendin tonë, tha Sessions, që pas ardhjes në pushtet të qeverisë së re të SHBA-s, numri i hetimeve zyrtare në raste të rrjedhjes informacioneve sekrete është trefishuar. Ministri i drejtësisë tha se madje ndaj 4 personave është ngritur akuzë për publikim dokumentesh sekrete apo kontakte me shërbime sekrete të vendeve të huaja. Edhe presidenti Donald Trump është ankuar muajt e fundit në mënyrë të përsëritur për faktin që në media janë cituar pjesë nga takimet e tij konfidenciale, nga telefonatat dhe nga dokumentet e brendshme. Në fakt, pothuajse për ditë dalin në publik informacione konfidenciale, të dhëna, detaje personale ose përmbajtje bisedash telefonike. Presidenti Trump e ka kritikuar shpesh punën e mediave dhe praktikën e tyre për të mbështetur në burime anonime. Në mënyrë të veçantë, ai është zemëruar për rrjedhjet informacioneve që kanë të bëjnë me çështjen e kontakteve të dyshimta të antarëve të ekipit të tij të fushatës elektorale me Rusinë. Shqiptarët gjithmonë janë dalluar me shkatësi për arritje kulmore, ndërsa në të shumtën e rasteve janë kur sukseset më të mëdha vijnë nga bashkëkombësit tanë që profesionalisht janë rritur në vende më të avancuara. Kushtet pra mbështetja dhe të gjitha rrethanat e tjera plotësuese bëjnë më të lehtë daljen në pah të talentit për një sportist, ndërsa ju sjellim ne shembullin origjinal në emrin e Enis Imerit, shqiptar nga Kosova, që duke vepruar në Gjermani arriti sukses të mëdha, mes tjerash me tituj të rëndësishëm si kampion europian dhe 2 herë kampion i botës. Ta ndjekim. Rrugtimi jetësor është shumë interesant dhe në një mënyrë çdo jetë përmban një histori në vete. Kemi parë dëgjuar nga më të ndryshmet, por kur është në pyetje kombi shqiptar, ke të garantuar një histori interesante, plot me sfida admiruese në shumë raste për fat të mirë, që paraqet rrugë një kafshë që personazhin kryesor e ngre nga humnera në hero. Shembulli i këtij do të jetë personazhi i këtij lajmi Enis Imeri, me origjinë nga Mitrovica e Kosovës, por që tani më shumë vite stacionuar në Gjermani, ku ka ndërtuar jetën e tij të ndjekur me plot suksese. Si shumë të tjerë detyruar të lë Kosovën në gjendje lufte, Imeri kret rastësisht në moshë shumë të re, deporton në sportin e karates, fillimisht duke imituar aktorin legjendar Bruce Lee, por që me shkatësitë e tij natyrore për këtë sport, arriti të prek majat e për të cilët realisht në këtë anë shumë pak është të dëgjuar. Televizioni Shenja përmes kësaj mini reportazhe prezanton Enis Imerin, shqiptarin që 2 dekada ka shkruar histori në sportin e karates. Imeri nisi rrugën e sukseseve ngadalë por sigurt, numëron mbi 10 herë titullin kampion i Gjermanisë, 7 herë ka fituar vendin e parë në kampionatin internacional, në vitin 2006 triumfon në kampionatin evropian, ndërsa karrierën e shkëlqyeshme e rumbullakson në vitin 2009, kur në Huelva të Spanjës shpallet kampioni i botës. Një vit më vonë në 2010 arrin të mbrojë titullin e kampionit të botës në Edinburgh të Skocisë. Mas pari ju falenderoj për këtë ftesë dhe jam krenar si shqiptar më në me tregu edhe natë që në diaspor që kënë me arrit. Sukseset mija më të mëdha janë 2009 kampion botror, edhe 2010 kam mujtë me mbrojt këtë titullin në Skoci. 10 herë kampion i Gjermanisë, 7 herë internacional edhe një herë 2006 kam qenë evropian. Për një sportist të suksesshëm arritjet e mbajnë në nivel të lartë, mirë por nëse kthehesh prap, secili ka një histori të vetën për fillimet e karrierës apo hapa të parë në një lëmi të caktuar.
Edhe mënyra se si Enisi ka filluar të merret me karate është interesante e krejtësisht e rastësishme, ndoshta pak a shumë duke kthyer përshtypjen se ndoshta nga historia e vuajtshme e kombit ton, thuaj se çdo shqiptar bart në vetë dos të caktuar të shkallësive luftarake. Ndonë se është dashur Kosovën të ndrojë me Gjermanin, Enisi Meri flet me shumë krenari për kombin dhe shqipon një dy krerëshe që se ka hequr asnjëherë nga vetja. Që e kaluara mos mbetet vetëm histori, Meri ka vazhduar të punojë edhe pas mbylljes së karrierës dhe pasi një kampioni si Enisi shkatësitë e tija nuk I don vetëm për vete, por dëshiron t'u përcjellë brezave të rinj. Shpërblimi për punën e mirë që bën me shkollat e tij të karates pritet të shpërblehet së shpejti, kur Meri pritet edhe zyrtarisht të merr certifikatën për seleksionues të përfaqësuesve së Gjermanisë në karate. Rasisht, një zonë si jem në shkollë, si të kishëm kështë një pauzë, edhe ai janë s'ke stila të ma bëmu të fesharujme, se unë jem shqiptarën të rej, ja tha, na do të më rej me regla, hajde po vjen trening, thash, po mëre pse nuk po vi, njerë kesh trening, 95-ës, edhe e more kontratin, thash, babush, du me bo karate. Qysh do ljem, hajde për hajde, thash, du me bo si Bruce Lee. Cilën e kom pas gjithë si Bruce Lee, dhe piqa se ditja kom fillu karates. Po në dyër jem rej për Gjermanin, po në zemër shihet në televizor dhe në shumë seni në internet ku muna më dok me shenin Shqiponis gjithë jem rej në gjyks. Se jem krenar edhe I mbroj gjitha shqiptar që janë në Evropë, në botë, për momentin e kam një ftesë më të madhin karrierës tem, me të 24 shtator, më kanë bo selektor, a më bojnë selektor I Gjermanisë. Ndonë se rrugtimi I tij drejt suksesit nuk ishte I lehtë, pasi në njërin anë ishte lufta në Kosovë dhe në anën tjetër problemet me të cilat përballet si refugjat. Por këto pengesa nuk e ndaluan rrugtimin profesional të Merit, që në moshë mjaftërisht 17 vjeçar shpallet kampion I Gjermanisë. Me 17 vjeç, në kohë të luftës 99-ës, jam bë kampion I Gjermanisë për pari herë. Kem pas problema shumë me mujt me nejt na si refugjat në Gjermani, edhe 7 muaj më kthyn në Kosovë. Po treneri I Gjermanisë, selektori I Gjermanisë atëherë ma qef ftesën për me orë në Gjermani, më kthy prap për trener profi. I mëshirua thellë me sportin e karates, Meri u gjet në një situatë të pazakontë në vitin 2012, kur vendosi ta mbyll karrierën aktive. Mirë po ai në asnjë moment nuk u largua nga karateja, pasi menjëherë vazhdoi në një tjetër pozicion te ky sport, atë të trajnerit të karates. Mitrovica si tani më ka hapur 3 shkolla të karates, ku stërvin mbi 600 zonës, nuk ka vazhduar kultivimin e karates në nivele profesionale, në një vend të avancuar evropian si Gjermania. Dikush ushtron me vullnet, dikush me zemër, unë kam ushtruar me të dyjat, edhe vullnet edhe zemër. Karaten tek më na shumë kur të më çon shpirti. Ne kemi ofër 600 zanë se në që ata 3 klubë kismet në shator e hapi edhe shkollën e 4, edhe me finansa jena siguru për 20 vjetë tjera. Unë e kam një zanë, Danje Blatman, 23 vjeqar, para 2 viti jena kanë në Spanjë, këtë vendin e parë ku kanë fituan kampionin botëror, edhe e ka fitu kampionin botës në kara trenerit. Unë jam krenar. Si ku marri për veti, po treneri edhe luftari mirë është edhe treneri mirë. Meri është I vetëdijshëm se përfaqësimi I idenë dhe sukseset që po arrin qoftë një sport individual si karateja, I bën reklam pozitive edhe kombi shqiptar në suaza ndërkombëtare. Dhe ai është krenar që ka mundur të ndjek rrugën e shumë sportistëve të suksesshëm shqiptar në Europë, por ku flasin për karate, aty në moment të parë në mendje vjen një emër. Enveri Drizin. Ato e kemi Aran, e kemi këtë ngushtë. Aja ka fillu me bo shqiptarin njofshëm, tash jam hion në shkallët atina, jam I qelt për krejt Evropë me tregu si jem shqiptar dhe si mënë më shumë e arrit. Dhe duket se Meri nuk ka dërmend të ndalet me kaq, pasi një punëtor I lindur është I determinuar për të vazhduar rrugën e sukseseve. Në vitin 2013, klubi I tij Karate Shule Meri mori mirënjohje si klubi më I suksesshëm në Gjermani, që I dha një motiv shtesë Merit për të vazhduar të punojë në heshtje, për të prekur suksese të tjera, e njëkohësisht duke u treguar një model I vërtet I përfaqësimit dinjitos të kombit shqiptar në zemër të Europës.
Ishte kjo e tëra përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve, të ndruar shikues, faleminderit që ishit me ne dhe natën e mirë.